Ish kryebashkiaku socialist i Kavajës, Elvis Roshi, është paraqitur në SPAK bashkë me avokatin e tij. Roshi është marrë i pandehur lidhur me një kallëzim që KLSH-ja ka bërë ndaj tij për parregullsi me tendrat në Bashkinë e Kavajës. Roshi u kallëzua 10 vite më parë në prokurorinë e Kavajës nga kontrolli i lartë i shtetit në shtator të vitit 2015, ku ai dhe 10 zyrtarë të tjerë dyshoheshin se kishin shkaktuar një dëm ekonomik prej 33 milion lekësh me tendrat e rikonstruksionit të qendrës së qytetit dhe ndërtimin e disa rrugëve. Shkeljet u zbuluan pas një auditi të kryer në Bashkinë e Kavajës për periudhën janar 2013-dhjetor 2014. Në listën e shkeljeve u renditën 12 tendera të zhvilluar kryesisht për rikonstruksionin e qendrës së qytetit, të disa rrugëve lidhëse dhe mbjelljen e pemëve dekorative. Në 2 raste, KLSH akuzoi Bashkinë e Kavajës se ka ndjekur standard të dyfisht në vlerësimin e pjesëmarrësve në tendera, duke skualifikuar operatorin me ofertën më të ulët. Për 3 tendera të tjerë, u konstatua se ofertuesi me çmimin më të ulët është skualifikuar padrejtësisht si rezultat i llogaritjes së gabuar të ofertës. Çështja shkoi më pas në prokurorinë e Durrësit, e cila kërkoi ta mbyllte, por një vendim i GKK-s vitin e kaluar urdhëroi hetimin e dosjes nga SPAK.